Historia e cilit vend më së shumti në botë përmendet. Cili vend është vendi më i shenjtë në tokë të Zotit, është Mekja. Cila është shtëpia e parë ndërtuar në tokë të Zotit, është Qabja. E Allah i madhruar i tha Ibrahimit të ndërtoj një shtëpi për mua. Edhe mas e ndërtoj, i tha thërë njerëzit për haqë. Thuj, o ju njerëz, Allahun ka ardhru me ndërtu një shtëpi për Zotin. E janë vizeton e këqëllë çfarë shtëpie ka Allahu. Ka vendet botës, ku unë ka thonë vetëm të, si në Indonezi, në Malezi, ku ka shumë musliman, 20 vjetë, 30 vjetë, 40 vjetë, i mbledhen parët për mja mësu Zotin në shkull haqë. Haqë i pranuar e ka vetëm një shpërblim, gjezaja tina në gjenit. Dhe ju që shkonin haqë, mësë mi harruan dua këta që rrinë këto, sepse doja haqjiut në emër Zotit nuk kthehet mrapa. Veçanti ditën e Arafatit, ku doa të haqjive nuk kthehen mrapa. Sepse s'ka ditë që linë dielli për 12 muaj, 365 ditë në vit, e që falë Zotin më shumë gjunahe se sa ditën e Arafatit. E haqjit që atë ditë në vendin më të shajt, e me shruzohat kohë në atë vend, e më lutë për ta që i dojmë këto. Që Allahu me i rujtë, me i dashtë, me i ngritë, me i bashkuve. Dhe mi amu nësua dhe të tjere me shkuna të vendet shajta. Bismillahirrahmanirrahim. Të ndëruar vëllezër, të ndëruar motra, veçanti ju haqjile, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sigurisht se kur njeriu e kujton haqjin, kur njeriu e kujton vendin se ku ka me shku, kur njeriu e kujton madhështinë të Islamit krejt, e pastaj se si madhe Allah dalë nga dalë, pasi që u vizoj, e drejtoj, edhe jam mundësoj që t'jetë në mesin ati karavani të gjatë në numër të madhë të haqjive që i përgjigjen urdhërit të Allah të zëvëgjë. E që ka të robi me shumë ndërë, edhe dhuratë më të madhe, se sa jam ndësuj madhe dhe Allah këtë që cika. A ka dhuratë më të madhe për këtë dynja, e mbetet në heret knatësia të madhe të Allah, razia të madhe të Allah, falje të madhe të Allah, dhe futja në gjennet me emrin Allah. Muslimat janë njerëz të veçantë, o ju njerëz, sepse Islami është i veçantë. Islami është i veçantë, andaj edhe muslimat janë të veçantë. Shpirtrat i kanë të veçantë. Qëllimet e synimet e tyre kanë të veçanta, edhe veprat e tyre kanë të veçanta. Shkurja në haqë është plotësim i shtyllave të Islamit. Ulemat, kur kanë folur rreth farzave shtyllave të Islamit, pse namazi i pari, mas shahadetit gjithmonë, shahadeti është Islam kufër, por mas shahadetit, e pse ka 20 qati, e agjerimi dhe në fund haxhi. Mes asaj që kanë cekur,
Kam thënë se njeriu mas haqit, se kurse i plëcu dini i tina. Dini plëcu. Andaj, thëtë Zotë janë, unë për këtë dënja, ato që mordhrove ti, që kërkove për me e unë i kryva. Sa me lesh kështu me jetu, alhamdulillah. Por, edhe nësë më këtë caktuar me vdekë, si njëri, apo me njëherë mas haqe, e që njëri duhet të zdikohë, vdekja është mirësarë. Në një farforme jemi të gatshëm për me shku të madhësët. Kompletohet robi, plëtsohet robi. Haqe, për pas që është i përgjigjë urdhëret Zotit, la ilaha illallah, e me që një farë Zotit në vend, është edhe një ndjenjë, e një përjetim, e një knatësi e një ndjenjë të veçantë që do dhënë për adhurime i ibadeteve tjera. Historia e cilit vend më së shumti në botë përmendet. Cili vend është vendi më i shenjtë i tokë të Zotit, është Mekja. Cila është shtëpia e parë ndërtuar në tokë të Zotit, është Qabja. La ilaha illallah. Dhe ti ende para se me shku, e lërë në kur qëkash, ta shikash në sytë e tu, të del para historia këse Qabë të bërkuar. Të del para Ibrahimi a.s. e cilë ndërtet shtëpit të Zotit, me birën e ti Ismaili. Dhe kjo nuk ishte dje pa dje, në kohën bashkohore, por ishte diku rreth 5.000 vite më herët. E Allah i madhruar, i the Ibrahimit ndërtoj një shtëpi për mua, edhe mas e ndërtaj, i tha thërë njerëzit për haqë, وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. Thërë njerëzit, o ju njerëz, Allahun ka ardhru me ndërtu një shtëpi për Zotin, e janë vizetan me këqërë qëfar shpije kanë ka Allahu, qëfar shpije është ndërtu për Allahu. E kanë në thirë, kur sa njeri gjalla të afer. Për atë Ibrahimi tha, Zoti jam, e kanë në thirën, se me thëndilë shërtinë për të catë më ishë. E Allah i tha, o, robi jam, të thërë. E unë marrë me si për një që njerëzve, zanin tëmë gjitha dhejnë përdohet. La ilaha illallah. E ajeti koranor thërë njerëzit për haqë, të vinë ty ata në kam, me deve, në format ndryshme. Të vinë ma tjenë për gjdo skaje, gjdo cepe, gjdo kodre, gjdo fshate, gjdo qëtete, amë e mbanë botës. La ilaha illallah, me pa qabët vërkuar, me vizituar shtëpinë e Zotit, për ata qohësh mësaferi e Zotit. E kur është dikush mësaferi dikuj, është në rana, është në besën e tina. Andaj në bëllë prejk ata që është në besë dikujna, sepse ka shëjtërin të veçantë. Nga kje dhe haqjit ka një shëjtërin të veçantë. E ka një hërmet të veçantë. Andaj dhe respektin dhe ty dhe të qeni veçantë. Dhe muslimon gjithër prej që kanë fillu me shku në haqë,
kër është përhap Islamin 4 anë të botës, haxhive kanë kushtuar një rëndësi të veçantë. E jenë që i madhe i vogël me përcjell haxhiun që përshkan në udhëtimin më të rëndësishëm të jetës tina. E me juru atina rrugë të mba, e me përësit ata me bëllutje dua, e më këthyësh në shëmija. E pastaj kër o këthyë haxhiu prapje në që i madhe i vogël, me shku me prite në bo për hajgjë të amënsej i madhe zëtë, me shku në atë vend atë të bekuar atë të madhë. Dhe subhanallah njeri u gjatë jetës e ti, në që atin këtë kohë kur Allah me ka dha njerëzve shumë të mira paraje, edhe neve në ka bëpejtu në Allah, se sens për në mungën të në të mire të ka dha në Zoti. Vizitojnë vendet të ndryshme, djathë të majtë e lindje në përëndimet të tjere, bile shumë për aty në ultimeve i harrojnë, ama ultime në haxhit, dhe i të futët në bërë dhe drasa nuk e harrojnë. Ndjenja që i përjeton gjatë ultimit haxhit, kënaqësinë që i përjeton haxhiu, nuk e harron deri në të futët në dhej. La ilaha illallah. I çuditshëm është haxhi. Haxhi është i çuditshëm. Sa të dush me folë për haxh, nuk mjafton. Edhe mësimet e përfitimet e dobit me nxjerr prej haxhit, prap nuk mundesh me i ndonë skajt. Pra të Allahu ka thonë që se ka me herët jeshhedu me nafia e lehum, në mënyrë që ata të përfitojnë të në haxh. Në shku në atë vend, ku kanë shkel kam të pejgamberëve të Zotit. Zotë janë. E me thamë dhe vetës tonë e kush jam, që ma mënsej madhë Zotë, e ma lehtësaj, më që me shku në atë vend, ku ka arë Ibrahimi fillimisht, e pasaj atë rritë Ismaili, dhe atë ka vdekë, dhe e rënë zëngjirë, dhe të pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam. Aty është rrita i bekuar. O, Zoti, sa me që ka zbrit në atë vend, sa herë ka zbrit me leku Gjibril në atë vend, sa bereqeti madhi Allah ka zbrit në atë vend, sa gjunahu është falë në atë vend, sa lutje doja është përru në atë vend, sa zemra është zbutu në atë vend, sa lutje është derë në atë vend, nga dashnia të madhe të Allah, po edhe frika për dënimit të Allahut të Zotit. Vendi çuditshëm, shtëpia e veçantë e Zotit, me një hërmet të veçantë, për ata dhe quhet haram. Shëjtia është shumë e madhe. E me në mundësu Zotin neve për kësaj skaje të botës. Me qenë 70 veta për i rrethi, e 700 atje, 300 atje, 200 atje, e pse i për kësaj Kosovë të vogël, me qenë 1600 veta dhe tjerë plus plët me pritë në rënë, pa dhurat e madhe kjo është. Për gjithë njëve. E hoxha tha ma herë të është krenari, vërtet është krenari e jonë. Andaj nuk dërët me pritu me i përcjell haxhit, sepse për përcjell një rrugë më të mirë të jetës tyne. Dhe dërët me i përgëzu ata, që kanë kursyet denarin e lekun, dhe e kanë da, ndoshta për disa vite, për më shku këtë udhëtim jetësor. E kur jam të rrugja e denarit e lekut, kër e kemi fjallën, shumë herë më kujtohet. Në ka vendet botës, ku unë ka thonë vetën të, si në Indonezia, në Malezia, ku ka shumë musliman, 20 vjetë, 30 vjetë, 40 vjetë,
i mbledhin parët për mja mësu Zotë me shku në haqë. Pra, 3-4 vite është i preokupuar kur mbohen parët mu me shku në haqë. I bohen 1 euro, 2 euro me para tonë, ku flasën përshtimisht, shkën e kanë dëbom, i kanë atje qënë qëtë i gjenë, e të ti rësati mushët, numrin, edhe shifra e pasaj e në rodi dhëjnë, pare të kanë bo për haqë, nëse të mundësh me fillu procedura. 20-30 vitë, ndoshta 40 angazhua për më shku në haqë. Udhëtimi i madh, rrugë e madhe, kënaqësi e madhe. Me shku në atë vend ku janë rrit e janë plakë kanë vdekë shumë sahabë të mëdhenj. La ilaha illallah. Me shku në atë vend ku pak uleman në botë kanë mbetur që si shku në atë vend aty e me nejtë për pas tavafit e umrës e haqët edhe me marrë ilm e me dhanë ilm. Vendi me i bekuar në botë. Vendi me i dashur në botë, muslimat. E lërë më, kjo është për ndjenjave, për nga anë ndjenjave që për jetën besimtari e për punë të sevapeve mos flasin. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në njërë për hadithëve të shumëta kër fletë për rëndësinë e haqët, kër është pyetër cila është amiri vepra më e dashur të Allahu, ka thonë në gjihadu fi sabilillah, pastaj është pyetër cila ka thonë haqë mabrur, haxhi pranuar. Haxhi pranuar, atë në hadith tjetër haxhi pranuar e ka vetëm një shpërblim. Gjezaja tina në gjennet. Gjennet, pra sa është më herët, Allah ka danë haqët fundit për me si qati e shtyllave të islamit, i përbledhën e shtyllat e islamit dhe këthesh për i haqët në hashtë të pranuar me emrin Allahut të zogje dhe kur dhe që vje vdekja mirë se vjen. Unë përdova për vdekja. Punova dhe pa e një shumë mundova me punu për dekë. Nuk e dim që pa Zotin me neve, por e ujdu shumë i madhë. Dhe subhanallah, shumica absolute, nuk themi 100%, sepse 100% s'ka kërkund. Shumica absolute atyre njerëzit të shkojnë në haqë, ndryshe shkojnë, apo tjerë shkojnë dhe tjerë këtheja. Tjerë këtheja. Dhe jo vetëm kaqë, por nuk ka haqë, i cili ka qenë gruabur në haqë, dhe haqë ka lodhje. Dhe kjo është një sen që duhet më para pregadit, pse që kesh para se me shku, se nuk jena vëshnatë, aty e miliona njerëz, se cili mundohet me krye obligimet që i ka. E ka da blake i madh në një vend të vogël si Mekja e vështërsen haqën, e që i bie ka lodhë në haqë. Ka lodhë në haqë. E pejgamberi për atë e quan alaihi salatu wassalam haqën gjihad për gra, për pas ka thonë që atë nuk përdoret shpata, nuk përdoret forca, por është i rand, i vështirë, dohet sabër. Sabër! Pa sabër nuk e se nisësh për haqë. Ta anë të në blazën tu dhe më të rëtua. Kërejtë të kanë shku për ibadet. Edhe nëse në ndë njëri për i tyre shkjen dë një nërë, e bën dë një gabim, aje ka për një ranëse, për i hutije, për i gjahilieti, është një badet. Haqë është i ranë, ama së vape shumë i madhë.
Dhe sot që vjore ka haxhi, krejt këta, kur kthehen, si të pëshojnë, pastaj jetë marak dhe kanë që vitin tjetër rohën në akmina tyre që shkojnë, e i thënë lume që ku përshkani, e të keshtarë dhe në pëtja. Kjo vjetë, po ku po shqef edhe si vjetë, po si shalas në mërë zotë i shpjetin parë dhe një herë pashku, është lodhë, është smu, po aki është në spital, krejt ato i ka harru. Dhe kjo është praktikë, të kam haxhi të gjithë. Andaj ka doshur me zhatë, e lusim Allahun e madhru me këtë amrat e time. Që dua lehtësën ju dhe të gjitha atyre haxhive nga vendi ju dhe këtë nga katëran të botës që të shkojnë shëndëshën mirë në haxh, ja Rabbel Alamin, e ta kryin haxhin, si që është në simirin, e ta pranani madhe Zot, e të kthehen në shëndësh e mirë. Ashtu si lusim Allahun Azza wa Jall që edhe ata që s'kanë qenë haxh, apo që nuk kanë pas mundësi dhe s'kanë ende mundësi me shku në haxh, mja u lehtësu, e mja mënësu i Allahu se Zot me shku në haxh. O Zot jam, haxhi punë madhe, shumë madhe. Dhe ju që shkonin në haxh, mos me harroni dua këta që rrinë këto. Sepse doja haxhiut në emër të Zotit nuk kthehet mrapa. Në veçanti në Arafat, në veçanti ditën e Arafatit, ku doja të haxhive nuk kthehen mrapa. Sepse s'ka ditë që linë dielli për 12 muaj, 365 ditë në vit, e që falë Zotin më shumë gjunahe se sa ditën e Arafatit. Nuk ka ditë Zotit që pranohen lutjet e duat më shumë se sa ditën e Arafatit. Ndërsa për net është nata e Kadrit, për ditë është dita e Arafatit. Qysh është pejnëve nata e Kadrit, nata më shejtë, më e madhe, më e bekuar, më e çmuar, e më rëndësishmja të i madhi Allah Azza wa Jall, dita e Arafatit është për ditë. E haxhit që ditë në vendin më të shejtë, e më shfryzohat kohë në atë vend, e më lutë për ta që i dojmë këto. Që Allahu me i rujtë, me i dashtë, me i ngritë, me i bashkume, dhe mja mundësu edhe të tjere me shkuna të vendet shajta. Pa dashur me Zot, e lësë Allahu me madhura që shpërblej të gjithve. Ja Rabbel Alamin, ty një që shkojnë hëzma pranu, e juve tjere që i keni shëqrua, i keni ndihmua në të në forma, dikush materialishte, dikush nga psikike, farë të forme qërtë, që shpërblej i madhe Zotit të gjithëve, deri të këta hëxhallar të cilët i organizojnë të tubimet përkollueshme, e nuk i dhja ka dikon në Kosovë që ka qështu diçka sigur se në rahëves që bëhet, që pjerdin rani këta hëxhallar të ju, po Allah e pjerdin rani këta ma mirë se sa në Prishtinës atje, për qështu është, në hakin dhe të folë, hakin dhe të folë, po. Pjerdin rani këta, që bëjnë hizmet juve, Zoti shpërbleft e i rujtë, e që për dhimi a më këtë farë jeshë loko, këtë farë respekti juve, e me bëjnë një farë madhështie, këtë oftimin e ju, që është të oftim jetësor, andaj edhe njës të vizojnë me farë ju sovina, për njërim obligim me marë pjesë këtë vizim të madhë. Bashkë juve, Allah është i madhë në bashku në gjenet, ja Rabbel Alamin. Aja është i madhë, në i në dreqe, ajo është i madhë, ka kudret, sen si kushtan, të barëke o ta'ala, andaj të i lusëm, qështë të ka bashku këtë shqit vetë, në bashkë në gjenet, ja Rabbel Alamin, pa për jashtim. Allahum amin, falemderit shumë besabe, në përdurim, falemderit e ju hëxhallar, edhe për fjallin e dhanë, edhe për organizim, edhe për mikpritë për të gjitha, Zotit qoftë i knaqën me një dhe me ju. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.